Të nderuar, sonte do të flasim rreth një ajeti kuranor ku Allahu Dhul Jalal në surat Ali Imran thot kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Ky ajet kuranor në këtë rast Allahu Dhul Jalal dhe përmend për ummetin e Muhammedit alayhi salatu wassalam që vërtet këtu dëshmon Allahu se janë populli, ummeti më i zgjedhur dhe më i dalluari ndër krejt popujt që Allahu Dhul Jalal ka kriju para ummetit të Muhammedit alayhi salatu wassalam. Mirë po, nuk do të thotë se janë kështu të zgjedhur nga ana e Zotit konkretisht pse janë të fundit apo ata i ban të dallohen diçka nga tjerët, diçka të cilën nuk e kanë pas ato. Mirë po, Allahu sqaron këtu që ajo që i dallon, që i ban më të dalluar dhe më të zgjedhur te Allahu Dhul Jalal, është se thot ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Këto sifate, këto cilësi Allahu Azza wa Jall ka përshkruajt ummetin e Muhammedit alayhi salatu wassalam se thot të urdhnoni për punë të mira, të ndaloni nga veprat e këqija dhe të besoni Allahun. Këto cilësi, këto virtyte që Allahu Azza wa Jall e ka përshkruajt ummetin e Muhammedit alayhi salatu wassalam, këtë rast po them që kanë pas edhe të popujt më herët që ju kanë besu pejgamberëve, të cilët Allahu i ka dërguar te ata popuj. Njëjtët cilësi, do thotë i kanë pas ata besimtar të cilët i kanë besu profetët e Allahut Azza wa Jall në ato kohëna kur Allahu i ka dërguar tek ata. Mirë po, numri të cilët i kanë pasu profetët, do thotë më herët, e dini kanë qenë shumë numër i vogël në krahasim me numrin e ummetit të Muhammedit alayhi salatu wassalam, prej kohës të pejgamberit alayhi salatu wassalam që ju kanë përgjigj ftesës dhe thirrjes të Muhammedit alayhi salatu wassalam në këtë rast. Në këtë rast, nëse argumenton khairu ummetin për diçka, argumenton se popujt ndërkohë kanë dallime mes vete. Popujt ndërkohë kanë dallime mes vete. Qoftë në atë që e kanë jetu edhe kanë përjetu, po e dim neve se popujt më herët kanë pas jetën më të gjatë se sa populli apo ummeti Muhammedit alayhi salatu wassalam. E dini Nuhi alayhi salatu wassalam 950 vite ka thirr popullin e vet, veç thirrje ka vënë. Po tash do të vim atje në fund do ta shohim se ummeti Muhammedit alayhi salatu wassalam, edhe pse me jetë më të shkurtër në këtë dunjë, në këtë botë, mirë po me jetë më të bereqetshme që Allahu Azza wa Jall i ka përshkruajt këtu në këtë rast si populli më i zgjedhur dhe më i dalluar te Allahu Azza wa Jall për veprimet, për punët që i bajnë dhe për imanin apo besimin që e kanë te Allahu Azza wa Jall. Jetë e bereqetshme kur ta shohish me pak punë, me pak vepra, mirë po Allahu Azza wa Jall ka lëshu bereqet në ato punë, në ato vepra, në ato ibadete, adhurime që i kryin ata, qofshin ato ibadete që janë ibadete ditore, apo javore, apo njëherë në mujt, apo njëherë në vit, apo njëherë në jetë. Pra, Allahu Azza wa Jall këtu në këtë rast, këtë ummet e ka zgjedhë dhe e ka dallu. Khairu ummetin, prej dietarëve kanë thonë, më të mirët prej njerëzve për njerëzit. Më të mirët prej njerëzve për njerëzit. Të mirë, do të thotë me vlera çka vërtet bojnë mirësi dhe ju ndihmojnë njerëzve apo ndihmojnë njëri tjetrin në të mirë. Prej tynve kanë thonë që li'annahum aktharul umami istijabatan lil islam. Prej tynve, prej dietarëve kanë thonë se janë numër më i madh i ummetit apo prej ummeteve tjera me numër janë shumë më
shumë më shumë që ju kanë përgjigj ftesës së pejgamberit alayhi salatu wassalam që do thot kanë hyrë në islam. Edhe është e vërtetë, është realitet se do thot ky ummet, edhe pse i fundit, po me numër musliman janë shumë më tepër se sa ummet e tjera. Po nuk do të thot prap, po them që në popujt e mëhershëm që pejgambert Allahu i ka dërguar te ata, nuk ka pas njerëz të mirë, ka pas njerëz të mirë. Do thot por numri prap, po them që ka qenë shumë më i vogël se sa numri që e gëzon ummeti Muhammedit alayhi salatu wassalam. Ky dallim apo këto dallime nuk është të thënë se bëhet fjala, do thot në fizionomi, por në veprime, në vepra, në punë që i kryen besimtarët musliman. Ndaj Allahut Azza wa Jall që kryen obligimet e tyre që kanë, atëherë populli islam, ndjekësit e Muhammedit alayhi salatu wassalam janë të dalluar me ato punë, me veprat që i bajnë, ku thot Allahu Azza wa Jall çdo herë kur e dëgjoni që Allahu potencon dhe cek innal ladhina amanu, vërtet ata që kanë besu, por nuk ka mjaftu me atë shprehje të thot vërtet ata që kanë besu edhe i kanë këto shpërblime. Jo, mas asaj që ka vërtetu Allahu për besimtarët që kanë besim, ka thonë innal ladhina amanu wa amilus salihati. Vërtet ata që kanë besu dhe kanë punu mirë, kanë qenë vepër mirë, kanë bërë punë të mira, punë më të mira se sa që ti krysh obligimet e Allahut fillimisht nuk ka. Punë më të mira dhe më të dashura te Allahu është krysh farzet apo obligimet që i ke ndaj Allahut Azza wa Jall. Masandej krejt punë të mira mund të llogariten që i don Allahu apo ka porosit pejgamberi alayhi salatu wassalam, edhe ka vepruar ashtu pejgamberi alayhi salatu wassalam, apo punë të cilat janë të dashura edhe për njerëzit. Edhe këto llogaritën punë të mira te Allahu Azza wa Jall. Gjithashtu thot Allahu në për shumë ajete kuranore, illa alladhina amanu wa amilus salihat. Përpos atyre që kanë besu dhe kanë qenë vepër mirë apo kanë punu punë të mira, tregon Allahu se çka ka përgatit nga shpërblimet e tij ditën e Kiametit për atë botë. Prandaj el ma'ruf, do thot punë e mirë, është, po them, çdo të mirë të cilën e don feja, gjithashtu, edhe wa ayyadathu al-uqulu as-salima, edhe e përkrahin, do thot mendjet apo logjikat e shëndosha, edhe e keqja është me dojmë mos e kundërta e saj. Prej dallimeve që ka Allahu Azza wa Jall ka dallu këtë ummet nga ummetet tjera, është që ky ummet urdhnojnë në të mirë dhe ndalojnë nga e liga. El amru bil ma'ruf wa an-nahyu 'anil munkar. Se këto të urdhnosh në të mirë edhe të ndalosh nga e liga apo të ligat është mbrojtje dhe gardh për ta mbrojt islamin, për ta mbrojt këtë din të Allahut Azza wa Jall, që vërtet ka është mburoje më e madhe, mbrojtës më i mirë i këtij dini, padyshim se është Allahu Azza wa Jall. Selam. Prandaj لأنهما سياج الدين ولا يمكن أن يتحقق بنيان أمة على الخير والفضيلة. Do thot se të urdhnuarit në të mirë dhe të ndaluarit nga e liga apo të ligat, po them, janë mburoj dhe mbrojtje dhe gardh. E kemi shpesh herë ndodh që neve kur e kompletojmë shtëpinë, ajo që s'mundemi pa ta, atëherë ja ndërtojmë edhe murin mbrojtës që e mbron shtëpinë. Edhe ky din, kjo fe e Allahut Azza wa Jall, që neve e kemi
alhamdulillah që Allahu na ka dhënë dhe na ka udhëzuar në ta, mirë po këtë din don mbrojtje dhe kujdes për ta. Mbroja apo kujdesi më i madh për ta është veprat që besimtarët i kryjnë, po ndërto është të urdhëruarit në të mirë dhe të ndaluarit nga e liga. Prandaj Allahu Azza wa Jall jo rastësisht e ka çmu dhe e ka vlerësu këtë ummet duke e vlerësu dhe thanë se kuntum khayra ummetin ukhrijat linnas. Ishit apo ju jeni populli më i mirë dhe më i zgjedhur dhe më i dashur te Allahu Azza wa Jall ndër krejt popujt. Pse? Vetëm e vetëm për atë që ju urdhnoni në të mirë dhe ndaloni nga punët e liga, wa tu'minuna billah. Prandaj edhe besoni në Allahun Azza wa Jall. Ummeti Muhammedit alayhi salatu wassalam dallohet nga ummetet tjera me atë që Allahu e ka cekë në këtë rast. Mirë po ka edhe shumë dallime tjera me të cilat dallohet padyshim se është ummet që asnjëherë nuk bashkohen në atë çka është dalalet, çka është humbje dhe shkatrim për ta. Nuk mund të ndodhë që ummeti Muhammedit alayhi salatu wassalam që të bashkohet në atë çka është dalalet, ku thot pejgamberi alayhi salatu wassalam inna Allaha qad ajara ummati an tajtami'a ala dalalah. Hadith të cilin e transmeton Ibn Abi Asim dhe do thot Sheikh Albani e ban Hasan në këtë rast, thot se inna Allaha qad ajara ummati an tajtami'a ala dalalah. Vërtet Allahu Azza wa Jall këtë ummetin e Muhammedit alayhi salatu wassalam e ka mbrojt dhe e ka rujt që ata do thot të jenë apo të shkojnë ka dalaleti që të gjithë. Mund të ndodhin devijime ndërkohë, mirë po në shumicën e rasteve apo pjesa dërmuese e muslimanëve, besimtarëve musliman nuk mund të bëhen bashkë në atë që është dalalet. Ummetun la yazalu al-khayru fiha mustamirran, thotë që është ummet që për çdo kohë, në çdo periudhë kohore në ummetin e Muhammedit ka khajr. Khajri nuk ndalet asnjëherë. Bereqeti do thotë i mirësive të Allahut dhe bereqeti i Islamit në këtë ummet kur nuk ndalet absolut. Thotë pejgamberi alayhi salatu wassalam inna Allaha yabhathu li hadhihi al-umma ala rasi kulli 100 sanatin man yujaddidu dinaha. Padyshim se Allahu Azza wa Jall çon njerëz dietar në ummetin e Muhammedit alayhi salatu wassalam në çdo 100 vjet që e përtrin çështjen e këtij dini dhe Allahu Azza wa Jall e ruan dhe mbron këtë din, çka për atë ka garantu vet Allahu Azza wa Jall që do ta ruan dhe do ta mbron padyshim. Është ummet që esenca e dinit është tauhidi, njëshmëria Allahut Azza wa Jall padyshim, që në këtë çështje kanë thirrë që të gjithë pejgamberët edhe para pejgamberit alayhi salatu wassalam, po i fundit Muhammedi alayhi salatu wassalam, por ky ummet do thot i gëzon ato të mira dhe bereqetin e tauhidit më shumë se sa ummetet tjera padyshim. Është ummet i fundit, edhe pse i fundit në këtë botë, mirë po të parët në botën e ahiretit, të parët do t'japin llogarin para Allahut Azza wa Jall në ditën e gjykimit. Nga Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu transmetohet se kanë dëgjuar pejgamberin alayhi salatu wassalam i cili thot nahnu al-akhirun as-sabiqun yawm al-qiyamah. Ne jemi të fundit këtë dunjan, këtë botë, padyshim se të fundit, por të parët në ditën e qiyametit, bejda annahum utul kitabe min qablina, përpos se ata popujt e mëhershëm atyre ju janë zbrit librat para neve. Ummeti i pejgamberit alayhi salatu wassalam është gjysma e banorëve të xhennetit apo 2
2 të tretët e banorëve të xhennetit, ku thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, ahlul jannati 20 wa 100 صف هذه الأمة منها 80 صفا. Këtu më përshkruan pejgamberi alayhi salatu wassalam se xhennetlit në atë botë do të jenë 120 rreshta, 120 safa, ashtu ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam. Thot prej tynve 80 safa apo 80 rreshta janë ummeti Muhammedit alayhi salatu wassalam, që këtë hadith e transmeton Ahmedi, o edhe Ibn Hibban, o Al-Hakim, edhe e ka vërtetu Hakimi gjithashtu, edhe i ka përkra Dhahabiu. Ummeti i Muhammedit alayhi salatu wassalam është ummet që Allahu i ka dhënë bereqet në jetë, edhe që e cekëm më herët, edhe pse me jetë të shkurtër, mirë po jetë e begatshme dhe e bereqetshme, që në pak veprime me pak punë, thot Allahu shpërblen shumë fish, apo shpërblen shumë arritje të mëdha te Allahu azza wa jall, padyshim se ajo është mëshira e Allahut që ai ka lëshu në këtë ummet, ku e dini, do thot për çdo vepër që besimtarët e kryjnë, ka tregu pejgamberi alayhi salatu wassalam se çka ka nga shpërblimet të cilat Allahu ka përgatitur. Gjithashtu tash jemi në suazat të muajit të bekuar të Ramazanit, ku Allahu azza wa jall hadith qudsi thot, të gjitha veprat i takojnë birit të Ademit përpos që agjerimi më takon mua dhe unë shpërblej për ta. Ktu është fjala, nëse është për diçka, është çështja e niyetit, që agjerimi bëhet niyeti vetëm për hir të Allahut, ndërsa në veprimet tjera Allahu na ruaj dhe na mbrojt nga faqësia, do thotë i bëjmë punë për sy e faqe, po dhashtë Allahut i bëjmë çdo vepër ta kryjmë për hir të Allahut. Ku thot pejgamberi alayhi salatu wassalam se në këtë rast, më falni, është çështja që ky ummet do të dëshmon edhe për ummete të tjera ditën e Kiametit, si janë mundshme. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam në hadithin e Ebu Saidit, që thot, ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, ditën e Kiametit do të vinë pejgamberët, profetët e Allahut azza wa jall. Edhe e dini shumë mirë që do të vjen profet pejgamber i Allahut me një person, me një besimtar, 2, 3 e kështu me radhë. Këtu në këtë rast ceket hadithi për Nuhin alayhi salatu wassalam, edhe e pyet Allahu, a e ke qu emanetin në vend? Hal ballagt? Thot po o Zot, e kam qu emanetin në vend. I pyet, do thot popullin e Nuhit alayhi salatu wassalam, a ju ka arrit, do thot thirrja në të cilën unë e kam obligu Nuhin këtë rast që t'ju thirr të besonin në Allahun një? Do të thonë që jo. Edhe atëherë thot Allahu azza wa jall ju drejtohet Nuhit alayhi salatu wassalam, thot, a ke dëshmitar që dëshmojnë në këtë rast se ti e ke kry obligimin tanë? Thot po. Thot, kam dëshmitar ummetin e Muhammedit alayhi salatu wassalam, paraprakisht Muhammedin alayhi salatu wassalam me ummetin e tij, që janë ummet që vërtet i kanë besu të gjithë profetët pa dallime, edhe pse të fundit mirë po më të dalluarit të Allahu azza wa jall. Atëherë thot Allahu azza wa jall, wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'ala an-nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida. Gjithashtu neve, thot Allahu azza wa jall, ju kemi bë populli i mesëm, i drejt, që ju të jeni dëshmitar para Allahut, dëshmitar për njerëzit para Allahut azza wa jall, wa yakunu ar-rasulu 'alaykum shahida, edhe që Muhammedi alayhi salatu wassalam të dëshmon për juve në thot ditën e Kiametit. Këto ishin disa fjalë në këtë rast. E lutim Allahun azza wa jall që Allahu na ban gjithmonë për atyre që të vërtetën e shohin të vërtetë dhe ndjekin atë, kurse të pavërtetën e shohin të pavërtetë dhe largohen nga ajo.